dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Festohet festa e betares nga nxënësit e klasës së parë të mësuese Laureta Lamaj në shkollën Nënshkruesi Pavarësisë Nebi Sefa. Gëzimi dhe krenaria për përfundimin me sukses të mësimit të gjitha shkronjave të alfabetit shqip shoqëroi fëmijët dhe prindrit në këtë aktivitet. Në një atmosferë të mbushur me gëzim, emocione dhe duartrokitje, nxënësit e klasës së parë të shkollës jo publike Nënshkruesi Pavarësisë Nebi Sefa festuan festën e betares në ambientet e jashtme të shtëpisë Kongres, duke shënuar një nga momentet më të rëndësishme të rrugtimit të tyre arsimor. Mësuesja e klasës së parë, Laureta Lamaj, thotë se kjo ngjarje është një dëshmi e punës dhe përkushtimit të nxënësve, prindërve dhe mësuesve. Ju falenderoj për gjithçka të bukur që keni bërë çdo ditë për ta dhe jo vetëm. Faljush ky event u realizua deri në detaje duke qenë shembulli më i mirë i bashkëpunimit dhe i mirëkuptimit mes jush. Nuk mund të ndodhte ndryshe, sepse këta fëmijë janë syri i dritës suaj. Është gëzimi i jetës suaj. Është dashuria më e madhe e juaja në botë. Nuk mjaftojnë notat e larta për të qenë një fëmijë i mirë. Nuk mjafton pasuria që të jesh dikush. Një fëmijë i mbar dhe i mirë do të lërë gjurmë në atë çka do të bëjë dhe atë çka do të bëhet në të ardhmen. Më pas të udhëhequr nga mësuese Laureta, vogëlushët sollën një program artistik plot ngjyra, poezi, këngë dhe valle, duke dëshmuar me krenari se kanë hedhur hapat e para të sigurt drejt dijes dhe dashurisë për gjuhën shqipe. Emocionet e fëmijëve, buzëqeshjet e prindërve dhe atmosfera festive e kthyen këtë aktivitet në një kujtim të paharruar për të gjithë pjesëmarrësit. Festa shënoi përfundimin me sukses të mësimit të gjitha shkronjave të alfabetit shqip, një arritje rëndësishme për nxënësit e klasës së parë. Të dashur nxënës, urimin për festën e betares sot festojnë hapat e tyre të para në dyert e dijes. Urimin për mundin, suksesin tuaj, vazhdoni të lexoni, të mësoni dhe të shkëlqeni. Të nderuar prindër, urime për festën e betares. Sot për ju është një ditë e veçantë. Keni mbështetur dhe me përkushtim, me durim, hapat e fëmijëve tuaj në drejtim të dijes. Mësuese Laureta, urime për festën e betares. Faleminderit për përkushtimin, durimin dhe dashurinë që përcoll tek fëmijët për udhën e dijes. Kjo ditë do të mbetet një kujtim i paharruar për të gjithë, një gur themeli i fortë në rrugtimin arsimor të secilit nxënës të klasës së parë. Bashkia Lushnjë po rikonstrukton trotuarin në lagjen Çlirimi, një investim për sigurinë dhe lëvizjen e qytetarëve. Bashkia Lushnjë vijon investimet për përmirësimin e infrastrukturës në lagjet e qytetit. Këtë herë punimet janë përqendruar në rrugën Qemal Stafa në lagjen Çlirimi përballë gjykatës administrative, ku po kryhet sistemimi i trotuarit për të lehtësuar lëvizjen e këmbësorëve. Punimet po kryhen nga ndërmarrja e punëve publike pranë bashkisë. Fillimisht është bërë prishja e shtresës së vjetër të betonit, e cila prej vitesh ishte amortizuar dhe kishte krijuar vështirësi për lëvizjen e banorëve. Në vend të saj po shtrohen pllaka të reja, duke i dhënë zonës një pamje më të rregullt dhe më funksionale. Pjesë e këtij investimi është edhe vendosja e ndriçimit përgjatë trotuarit, një ndërhyrje që pritet të rrisë sigurinë dhe të përmirësojë lëvizjen e qytetarëve gjatë orëve të mbrëmjes. Banorët e lagjes shprehen se kjo ndërhyrje ishte domosdoshme, pasi trotuari i dëmtuar prej kohësh ishte kthyer në shqetësim për ta, veçanërisht për të moshuarit dhe fëmijët.
Sipas bashkisë, puna për sistemimin e rrugëve dhe trotuareve do të vijojë edhe në zona të tjera të qytetit, me qëllim përmirësimin e infrastrukturës urbane dhe krijimin e hapësirave më moderne më të sigurta për komunitetin. Fermerët e Kurjanit në Roskovec po braktisin vreshtarin duke zëvendësuar hardhit me ullinj. Ata thonë se nga 100 hektar kanë mbetur vetëm 5 hektar. Të pandihmuar e të paorientuar nga shteti, fermerët e Kurjanit në Roskovec braktisën vreshtarin duke zëvendësuar me kulturën e ullirit. Dikur pothuajse i gjithë territori i Kurjanit në Roskovec ishte i kultivuar me vreshta duke e kthyer në shtyllën kryesore të ekonomisë lokale. Ka 100 hektar, sipërfaqja e kultivuar me vreshta sot është reduktuar në 5 hektar, thot fermeri Eshref Toro, i cili kultivon vreshta prej 32 vitesh. Dikur zona e Roskovecit me në krye Kurjanin kishte jo më pak se 100 hektar vreshta. Jo më pak se 100 hektar vreshta, po me kalimin e kohës, me vështirësinë e tregut, fillojnë të reduktohen, duke i kthyer në ullishte për arsyen e tregut, për arsyen e punëtorëve, po kryesore ishte tregu. Dhe sot kam mbetur? Sot ka ngelur shumë pak gjëra të papërfillshme, ka ngelur për të bërë qefin rreth 5 hektar vreshta. Midis këtyre 5 hektarëve, gati 2 kam rezistuar deri tash. Ndërkohë fermeri Qamil Kuka pohon se përballë këtyre problematikave e braktisi tërësisht vreshtarin për ta kultivuar gjithë sipërfaqen me ullinj. Në fshatin ton kishe shumë fermerë që u morën me vreshta, mollën vreshta, edhe arriti në një pikë që u mbingarkua me vreshta atë dhe prodhimi nuk po shkonte. Arriti tek kilogrami i rrushit vali 250 deri 300 lekë vjetra. U detyruan njëri pas tjetrit filluan të prishin vreshtat dhe ta mbillin ulli. Një nga ata isha dhe unë, që kisha në fillim 5 dylym vresht. Në këto 5 dylym merja goxha 100-120 kujtal rrush. Një pjesë e beja raki dhe verë, ndërsa pjesën tjetër e shisja. Po erdhi një kohë edhe rakia nuk përshkonte, po edhe kilogrami i rrushit arriti, si thash, 250, kështu që arrita që e mbolla ulli. Traditën e vreshtarisë u detyrua ta lërë mënjan edhe fermerja Strita Bedini. Zotëroja një sipërfaqe të konsiderueshme, por e kam reduktuar në 1 dynim, thot ai. Unë më përpara kisha pak më shumë nga 2 dylym, po tani nga 2 dylymi i bëra 1 dylym. Sepse po e shikonim që e shturp ta thuash po prin dylym vresht, ne nuk e shisim dot. Edhe tani gjë unë që do bet, e shumë vështirë. E shturp për 1 dylym vresht. Të diskutojnë me shokun, t'i thoshe me rakine, me rrushin, me dhe. Edhe të gjithë tokat ne kemi bërë ullinj, unë për shembull personalisht i kam bërë gjitha tokat ullinj. Sipas fermerëve, në sistemin e kaluar, sipërfaqet e mbjella me vreshta zinin 80% të territorit të Kurjanit, me një prodhim vjetor rreth 200 ton, ndërsa sot kjo traditë është drejt shuarjes. Ata thonë se çdo ditë më shumë po rënohen e po shkojnë drejt falimentimit për shkak të mungesës së vëmendjes nga shteti. Kryeministri i Kosovës priti në Prishtinë komisioneren për zgjerim të Bashkimit Evropian Marta Kos. Në konferencën e përbashkët, komisionerja u shpreh se nuk kemi datë për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti priti në Prishtinë komisioneren për zgjerim të Bashkimit Evropian Marta Kos, në vizitën e saj të parë zyrtare në Kosovë pas marrjes së detyrës në fund të vitit 2024. Në konferencën e përbashkët për mediat, kryeministri tha se Kosova po kryen detyrat e saj në rrugën drejt integrimit evropian, ndërsa foli edhe për dialogun me Serbinë dhe sfidat politike në vend. Mungesa e kuvendit funksional gjatë vitit që shkoi, por edhe tani, ka bërë që disa reformat vënohen e tashmë po rrezikohen edhe për afatin e qershorit. Jemi duke punuar maksimalisht për të minimizuar ndikimin në reforma që po shkakton bllokada në kuvend. Në vitet e fundit, Kosova ka avancuar në përgatitjen shumë kapituj, kemi shënuar progres në nivel të moderuar të përgatitjes, në 5 kapituj, dhe në nivel të caktuar të përgatitjes në 8 kapituj të tjera.
Po ashtu nga progresi i kufizuar në progres të theksuar kemi kaluar në 18 kapituj dhe nga progresi i theksuar në progres të mirë në 5 kapituj të tjerë. Pra kemi përparim të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm. Me komisionerën Marta Kos kemi ngritur edhe çështjen e statusit kandidat dhe të hapjes së negociatave. Janë bërë mbi 40 muaj që kur kemi aplikuar dhe momenti i ripërtrir i zgjerimit nga ana e Bashkimit Evropian duhet të rezultojë me avansimin e merituar të Kosovës. Biseduam edhe për bashkëpunimin rajonal. Çelësi kryesor për bashkëpunim të suksesshëm rajonal është qenjësia e mirë evropiane. Kosova ka përjetuar 2 sulme terroriste në 3 vitet e fundit, në Banjsk me 24 shtator 2023 dhe në kanalin Iber-Lepens në infrastrukturë kritike me 29 nëntor 2024, që të dyja këto të dirigjuara e financuara nga fqinji ynë verior. Llogaridhënia për këtë sulm është thelbësore, pasi pa llogaridhënie rreziku ndaj sigurisë son mbetet i lartë. E kemi një fqinj agresor agresiv që të sulmon në vend se të bashkëpunoj. Kjo është sfidë sa për sigurinë, po aq edhe për bashkëpunimin rajonal. Ndërsa komisionerja Marta Kos theksoi se Bashkimi Evropian nuk ka vendosur ende një datë për antarësimin e Kosovës, por nënvizoi se vendi duhet të vazhdojë me reformat dhe të krijojë institucione funksionale të qëndrueshme. Ajo bëri thirrje të gjitha forcave politike që të gjejnë gjuhën e përbashkët për të dhënë fund ngërçit institucional në një kohë kur Kosova ndodhet në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit. Kos deklaroi se nuk ka siguri në Evropë pa Kosovën, por shtoi se vendi duhet të ecë përpara me themelimin e institucioneve të reja dhe zgjedhjen e presidentit të ri përmes kompromisit politik. Gjatë takimeve u diskutua edhe për planin e rritjes të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, nga i cili Kosova pritet të përfitojë rreth 882 milion euro në formë grantesh dhe kredish për periudhën 2024-2027. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe presidenti kinez Xi Jinping gjatë takimit në Kinë u shprehen në një mendje për Iranin që nuk mund të ketë armë bërthamore. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se durimi i tij ndaj Iranit po shteron dhe se gjatë bisedimeve me presidentin kinez Xi Jinping është rënë dakord që Republikës Islamike nuk mund t'i lejohet të zotërojë armë bërthamore dhe se duhet të rihapet ngushtica e Hormuzit. Trump foli pas takimit me Xi Jinping në Pekin, ku diskutimet u përqendruan te lufta në Iran, Tajvani, tregtia dhe çështje të tjera globale. Ai u shpreh se SBA dhe Kina kanë arritur të zgjidhin probleme që sipas tij vende të tjera nuk do të kishin qenë në gjendje t'i menaxhonin. Nga ana tjetër, Xi Jinping nuk komentoi drejt për drejt mbi Iranin, por Ministria e Jashtme kineze deklaroi se konflikti nuk duhej të kishte ndodhur kurrë dhe se nuk ka arsye të vazhdojë më tej. Trump paralajmëroi gjithashtu Teheranin se duhet të arrijë një marrëveshje sa më shpejt, duke theksuar se nuk do t'i tregojë shumë durim. Lidhur me rezervat e uraniumit të pasuruar të Iranit, Trump sugjeroi se ato duhet të kontrollohen nga Amerika, kryesisht për arsye të perceptimit publik dhe sigurisë ndërkombëtare. Sipas Shtëpisë së Bardhë, Xi Jinping ka kundërshtuar militarizimin e ngushticës së Hormuzit dhe çdo përpjekje për vendosjen e tarifave ndaj përdorimit të saj. Ndërsa Trump tha se presidenti kinez premtoi të mos furnizojë Iranin me pajisje ushtarake. Në të njëjtën kohë, Pekini ka shfaqur interes për të blerë më shumë naftë amerikane, në përpjekje për të ulur varësinë nga kjo rrugë strategjike detare. Megjithatë, analistët mbeten skeptik nëse Kina do të ushtrojë presion të fortë ndaj Iranit, duke qenë se Teherani konsiderohet një kundërpeshë strategjike ndaj ndikimit amerikan në rajon. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.